Kam pa që zoti Kurti për herë të parë dorëzohet para situatës aktuale që është Kosova. I shën pe, jo me dëshirën e tij, por sepse nuk e lejon. Ju lutem. Është dorëzohet edhe në luftë, s'ka luftu. Nuk flas unë për luftë, unë nuk flas për luftë, nuk flas për luftë. Atëherë era bore, edhe era dytë. Unë flas për jetën e tij në politike. Era por që sipas statutit të partisë është detyruar që me lëshu postin e kryetarit të lëvizjes vetëvendosje një kandidati tjetër dhe në afatin prej 2 ose 4 vitesh e ka marrë prapë vetëvendosjen. Ai nuk është dorëzim, ndërsa tani për herë të parë është dorëzuar dhe ka mandatu dikon tjetër si kandidat për kryeministër të Republikës. Zoti Kurti ka luajtur me kartën e zgjatjes së afatit për t'u afruar DOC 28 dhjetor, atëherë kur edhe pret që të vjen diaspora për të votuar në Kosovë dhe për t'i pasur sigurisht familjarët e tyre. Por edhe e ka mandatuar edhe e ka propozuar, në fakt, e ka propozuar zotin Konjufca duke llogaritur si një figurë e pranueshme për partitë tjera opozitore, sepse tash po thonë se të gjithë janë opozitë, ose i përafërt ose i afërt me deputetët e ndryshëm të partive opozitore. Prandaj figura e zotit Konjufca është e pranueshme për disa deputet, po megjithatë në këtë periudhë edhe zoti Konjufca do të djegët ashtu siç është djeg zoti Kurti dhe unë mendoj që nuk do të ketë qeveri Konjufca ne. Vendi do të shkojë në zgjedhje, kjo legjislaturë nuk prodhon zgjidhje të problemeve.